Nëse më lejon si deputet në Parlamentin e Kosovës, kam qenë kryetari i Komisionit Qeveritar për Liritë Fetare në Kosovë. Dhe jemi mundu me marrë disa modele në disa shtete evropiane për me implementu në Kosovë. Dhe ne kemi shku në disa shtete. Adin që shqetësimi kryesor në takimet që i kemi pas, madje me zyrtar të kishave zyrtare në shtetet, për shembull në Austri dhe në Belgjik, dy shembull po i marr. Në Austri për shembull në kishën qendrore në Vjenë, kur u takum, shqetësimi i tyre kryesor ishte se në shkolla ku jepet edhe edukata fetare për të gjitha besimet, ai thoshte që kemi rreth 10% të prindve të cilët nuk po duan që fëmijët të mësojnë edukatë fetare në shkollë, sepse atje është sistemi që në javën e parë të mësimit ti deklarosh apo dën fëmijën yt me mësu edukatë fetare në shkollë apo jo dhe tregon cilët besim ke dhe shkolla pastaj e gjen priftin ose hoxhën ose priftin për atë orën mësimore të lëndës fetare. Dhe ata shqetësoheshin pse ky 10% nuk po dëshiron. Domethënë ky është shqetësimi i tyre sepse edukata fetare pastaj është një element shumë i rëndësishëm për ndërtimin e një familje të shëndosh dhe pastaj familja e shëndosh do të jap rini të shëndosh. Rasti tjetër ishte në Belgjik kur zyrtari i peshkve i kishës katolike të Brukselit, sepse Brukseli kishte një status të veçantë edhe në aspektin e organizimit të peshkvive të kishtar atje. Ata ne kemi pas një shqetësim të këto vitet me politikantë e ri. Domethënë, politikantë e vjetër, deputetët e vjetër nuk e kanë penguar edukatën fetare në shkolla, por gjeneratat e reja, instalimi i grupeve majtiste, ateiste, kanë ndikuar që ata të propozojnë një ligj që ndalon edukatën fetare në shkolla. Ne jemi organizuar këta i peshkve, jemi organizuar si kish dhe kemi njoftu komplet familjet të cilët i kemi antar të kishës dhe kemi bën një peticion ku i kemi marrë se di sa ka 200-300.000 nënshkrime dhe i kemi dërguar në parlament dhe i kemi thënë mos gaboni me ndryshu dhe për shkak të nënshkrimeve aq të shumta që kanë marrë për me ndaluar edukatën në shkolla, ligji nuk ka kalu dhe kanë shpëtu prej asaj rasti. Por domethënë shtimi i rrymave, grupeve majtiste në perëndim ka ndikuar dhe ka më ndikuar edhe në të ardhmen që individualizmi, ateizmi, materializmi të ketë ndikim të individi dhe njeriu ta shef zhvillimin e tij vetëm në anën e tij personale dhe jo në aspektin edhe shoqëror dhe familjar.